Aleksandar Đurovski dhe Darko Stočevski. Во футбол помеѓу домашната екипа фудбалски клуб Струга Тривлево Струга и фудбалскиот клуб Шкендија од Тетово. Шеф на стручниот штаб на Шкендија Јетон Бекири Стефан, 9 Кехиндија Мухамед, 10 Бойко Бесфир капитан Јуцо Ѓорѓиевски. Главен судија на Преварук. Ju përshëndesim miq të Shkëndija Channel, ka nisur sfida Struga Shkëndija, gjiro e 30 në elitën e futbollit vendor, një ndeshje që mund të jap dorëzim të titullit nga Struga te Shkëndija, sepse skuadra vendase është jashtë konkurrencës për titullin kampion kur ka mbetur edhe 4 gjiro, kjo është e 4-ta, edhe 3 tjera me Shkëndijën që nis në këtë sulm të parë, se i heqim një xhiro me 2 skuadra që dalin barabarta dhe bie 7 pikë të Paris. Me të shohim Latifi afrohet zonës, kjo goditje dhe rrjet e jashtme. Mundësia e parë tanëve, minuta e 2 të ndeshjes. Arkim në shtyllë parë, ky top që largohet dhe që fall do të jetë lojtari që largon, kërkon të përbëj presion aty Cake. Ka një faul pak më tash për sa duhet natyrisht. Dal nga dal fillojnë të ruajnë forcat për kupën e finalen e kupës. Al Hasan, kjo goditje që nuk shqetëson fare Stefkovskin, të tjera transmetime. Zengo tani, ky top në zonë për Kehinde, goditja do të jetë jashtë portës. I rregull pozicioni, kanë pretenduar tanët një pozicion jashtë loje. Gjatë ky topi Cakes për Liridon Latifi, kërkon ta ndjek aty Ziba Latifi. Harkim në shtyllë të dytë, nuk arrin Shala, vënohet për pjesë sekondës, humb të mundësi. Pikërisht për këtë luftojnë Krstevski, futet në zonë Krstevski, e kthen këtë top, Ristevski e ka larguar dhe mbetet në sul. Shala. Goditje ka gështruar Stefkovski të djathtën e Al Hasanit. Futim në zonë, largojnë vendasit të top. Vertikal këtë top për Shalën, duel shpejtësie me Ristovski, Shala. E kthem për Ibrahimin, futet në zonë, Ibrahimi e bukur lëvizja e tij, do ketë goditje Sky Portës. Ngjitur me vijën, përfundon në rivënje me duar, është pak më të majt, një goditje standarde, ashtu si dim Besarti mbase do të jap rezultat e fortë Stefkovski dhe shënojmë po. Jo, del jashtë. Kemi ne ata që fitojmë. Al Hasan, e fortë, jo precize. Ishte pezulluar, Vardarit caktohet vetëm vendi i parë. Merxhani, jemi në sulm, në shtyllë të dytë, kërkon Kocevin. Godet Kocev dhe është larguar ky top për plasje kokë më kokë, Shala dhe mbrojtësi vendas. Provoi në futboll, ishte portier, tek moshat e bashkimit, luajti me lirinë e Zhelinës. Merxhani, goditje nga këndi e dyta për Shkëndijën. Beson që Besart Ibrahimi do ta zgjidhë të ndeshje sot. Top në zonë, Sky Portës, plasimi Kamer Çakës. Sulm i pakënaqur Kehinde, mënyrën se si skuadra është e vendosur. Latifi, bukur lëvizja e tij Latifi, kthen këtë top Al Hasan, godet dhe grushton aty Stefkovski. Ziba merr këtë top për një moment, Besart Ibrahimi ka Latifin, afrohet pranë portës, Liridon Latifi, godet dhe nuk shënon nga kjo mundësi e 38 minutë. Ibrahimi Latifi, rregull pozicioni, Liridon Latifi, ky top në zonë, këndore tjetër për tanët. Nuk i del kombinimi me Shalen. Ristevski, mbyllu gjithçka. Protestojnë vendasit në këtë vendim të nderim të fikut, sepse u ka dalur një aksion, nuk ka asnjë zëvendësim tek vendasit. Maleski ka Caken përpara. E kalon këtë lojtar, por edhe Al Hasanin, Malevski futet në zonë, godet, shpëton aty Astrid Tamzaj. Në moment Malevski arkimi në zonë për Bojkun, e zbret mirë me gjoks. Spirovski, godet dhe shënon super gol, minuta e 49. Festa për vendasit, keq fanellën e tij Stefan Spirovski. Ka kaluar Cake, Florent Ramadani, aksioni mirë, na kanë nxjerrë përpara Klisman Cake. Ramadani kërkon të djathtën tek Ibrahimi, Shala e kthen edhe një herë, godet, ka bllokuar Zenku edhe një herë, aty super intervenimi Ristevski, teksa në duar e ka Stefkovski. Tamba Ademi do futon të tanët, Tahirat tek miqt. Shala
Futën në zonë Shala, Karistevski aty. Besart Ibrahimi në rrotullim, godet mbi travers. Besart Ibrahimi, arkon në zonë, grushton Stefkovski. Florent Ramadani. Edhe një raj. I kthem pasimin në zonë, kërkohet Mirxhani dhe Cake. Ka penalti, jo faul në sul. Maleski. Shton për Kehinden, për para zonës Kehinde dhe super Rastrit Hamzaj. Nuk e luan si duhet Tamba, bën një rrotullim. Ibrahimi ka mbas vetes një vetar, lëviz Ibrahimi. Tamba dhe më tej godet mbi travers. 69 minutë. Top në zonë me kokë dhe barazojmë 1-1. Ka shënuar Liridon Latifi. Minuta 81. Barazoj gjithçka në struk. Është bllokuar tentativa e tij për asist. Tamba tani asisti në zonë largon numrin 99 i skuadrës vendas. Dore për tanët. Ibrahimi. Mundësi për të goditur me të majtën e tij jashtë. Zenku, bukur për Radeski, në afrot zonës Radeski, topë në zonë. Memo ka goditur me të majtën e tij për fatin ton të mirë, jo precize, për të provuar të vjedhshon protagonizmin. Ky top në zonë ka grashduar Stefkovski, pyet e koshtes, Ibrahimi. Lëviz bukur Ibrahimi, edhe më tej ai, ky top për Cakën godet me trinën e jashtme. Rivënja nga këndi. Po mirë deri tani. Cake. Top në zonë që largohet. Jo, nuk arrin Ibrahimi. S'ka penalti, thot arbitri. Rivënja me Latifi. Top për në zonë, largohet tjetër këndore. Sterre Al Hasan nuk janë në zonë. Latifi, parkimi i zonë dhe është larguar këto të shohim Florent Ramadani, do të godas deri tek Shala, mundësi për goditje i devijuar në tjetër rivënje nga këndi. Zgjidh për një moment Tamba si duhet, ka shqetësimin e Memos. Nuk i del asisti, Tamba e merr sërish, Tamba në zonë. Oh, çka ngatrohet, fiton Ademi. Hub mundësinë e art për të shënuar. Dhe në këtë moment Nderim Tefiku mbyll të ndeshje 1-1, ndajemi me këtë derbi Struga Shkëndija. Shënuan vendasit me Spirovskin, barazoi Latifi, natyrisht i 10 barazimi për tanët në këtë sezon në 64 pikë, në 60 si Leksi në vendin e dytë, teksa mesjava në ndeshjen me Rabotničkin e Tetov është mundësi për ta mbyllur natyrisht edhe matematikisht garën për titullin kampion. Ju falenderoj që keni qëndruar bashkë me ne në Shkëndija Channel. Ju urojmë gjithë të mirët, takojmë bashkë në të tjera transmetime.